tërë faleminderit mediat Kosovës që keni orë sot në selinë e organizatës veteranëve të lutjes që ta ndjekim bashkërisht fjalën përfundimtare të prokurorëve të gjykatës speciale, cila edhe ju ndëgjut edhe ne bashkërisht ndëgjum një fjalëmi i saj përfundimtar i prokurorës e cila që skandaloze, e cila kërkoi 45 vite burg për çdo njerin prej tyre, ku do të thotë kërkoi 180 vite burg. Kjo me këtë fjalë do të thotë i ka kënaqur gjithë ata të cilët kanë qenë kundër Kosovës, kundër shqirimit të vendit dhe i ka kënaqur vetë politikanët serb edhe shtetin e Serbisë. Do të thotë Serbia është sot e kënaqur me prokurorët që kanë punuar kundër shtetit të Kosovës dhe kundër vetë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ju ndëgjut edhe vetë fjalimin e saj skandaloz tjetrin i cili thoshte që pjesëtarët të gjykatës e kanë ofendu një qytetar i cili ka bashkëpunuar me Serbi, që i thot majmun, i thot mos bashkëpuno me Serbi dhe ato i merren parasysh si krime lufte. Për ne këtu janë gjithat papranueshme, unë s'dua t'i besoj fjalët e saj fare, dhe besoj se qytetarët nuk do t'i besojnë. Edhe fjalimi i cili tha se Clarki edhe disa diplomatë amerikanë nuk e kanë njoftuar Shqipërinë bashkëpunues, që e pavërtet vetë NATO-ja ka bashkëpunuar me UÇK-n, vetë Clarki ka bashkëpunuar me UÇK-n, të gjithë kanë punuar me UÇK-n për arsye për me shiru Kosovën dhe me sulmu të saqet serbe, si në Serbi, si në Kosovë, atu ku ishin vendosur forcat paramilitare çetnike serbe. Dhe kjo është një gënjeshtër tjetër e cila mundohet kjo prokuror edhe kjo gjykat që ta bindë opinionin që ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka pasur përkraje as nga ndërkombëtarët, që do të thotë është e kundërta. Ushtria shqiptare e Kosovës ka pasur mbështetje dhe përkraje nga gjitha forcat politike ndërkombëtare. Kur shka diçka në pyetje, imtar. Kjo është fillimi i seancave etapës për mbyllëse. Çfarë shpëtit deri? Unë është e vërtetë se është vetëm fillimi. Prokuria ka 8 orë, nëse s'ka bëj. Edhe besoj sot e përfundon, ka tani advokati i mbrojtjes viktimave. Unë shpresoj që funi muajit për shlirimin e kolegëve tonë apo presidentin dhe të tjerëve. Unë nuk besoj se gjyqtarët do të mbinë në ndikimin e prokurorëve. Dhash Zoti që kjo gjykatë mos jetë gjykatë politike, po të jetë gjykatë që do të ndajë drejtësinë. Jo të merret me politikën dhe mos jetë gjykatë politike. Se nëse është gjykatë politike, atëherë kjo gjykatë mua më çamallën si gjykatat e Serbisë apo ishte Jugosllavisë. Ju e dini përpara sistemi jugosllav, ku gjithë njerëzit tonë shqiptarë që ka burgosur atë kohë për politikë kanë qenë gjykata politike, po vetë gjykatat serbe vitet 90-ta kanë qenë gjykata politike. Dhe unë këtu nuk do të mendoj fare, por nëse ky gjykat vepron dhe punon politikisht, atëherë mua më gjasson si gjykatat serbe dhe gjykatat e Jugosllavisë të asaj kohe. Çka nëse dënohen? Unë në terme nuk e di çfarë do të bëhet, por nuk besoj se do të dënohen fare. Nuk besoj se nuk ka fakte dhe argumente për dënime. Për arsye se ju e dini që ne kemi përcjellë dëshmitar. Viçi, Lopa, Moli, kostumi tesha kanë pasur xhelozi pse kanë mbeshur në një kostum tesha, po kjo është një gënjeshtër e madhe, kjo gjykatë është marrë më mirë me këto sene. Kjo gjykatë është mirë me njerëz apo me dëshmitar të fabrikuar, me njerëz që kanë trajnuar apo i kanë ushtruar vetë. Tash apo daljen e mëna mbi emër që kanë filluar disa që vjen kesh, pi disa njerëz që s'kan pas pak karakter njerëzor me shkulla me vot kundër vendit vetë dhe kundër ushtrisë së Kosovës, që turpi më i madh i tyre. Kjo më ka pasu kjo gjykatë pse merret me një shuplak, nëse ka japi kuj, apo nëse ka fyty që na ka shoh, edhe merret kjo nuk janë krime lufte këtu. Krim lufte Serbia që ka bën Kosovë mbi 460 masakra. Krim lufte si vrarë me qindra njerëz këtë vend, 13500, 1324 fëmijë vrarë këtë tokë. Që shlo me gjakun e fëmijëve. Se lemo me qytetar mbi moshën 50 vjeçare si vrarë. Tani dhunume ofër 20.000 femra, nona tona, apo motra tona, apo kushtë që jenë aty në tona tjenë, nona tona. Që të flasëm që tash nisë mund Serbia, apo vetë aparatura shteti që ka për miliona ato, për këta dëshmitare për njës, për me barazu krimin që mundohet edhe viktimin të barazoj. Ne kemi qenë viktim, ne kemi qenë vendin tonë, shtëpia tona, tokën tonë. Ne kemi bërë luft për këtë vend, për këtë kam. Për tek i fund kemi vulu për fëmijët tonë, të shirojnë fëmijët tonë, njerë për gjithmonë nga ordhit çetnike paramilitare serbe. Ju jeni kryetari një organizate që kanë qenë bashkëpushtar
luftë në frontet ndryshme me katërshin që po gjykohen atje. Nëse mundim me pas një mendim se përvesoj që jeni në kontakt me drejtë ato kohës me ta, një mendim të tyne, të ushtarëve, të bashkëtarëve të tyne, se përket edhe nëse jemi në fillim të procesit, ndoshta edhe një thirrje të krejtë kësaj situate deri në unë një thirrje do të ta bëj, ne kemi një motiv shtesë tash me 17 shkurt këtij viti që do të marrë një protestë gjithë popullore e organizuar nga Liria Koame që ti bashkangjitin asoj proteste duke porë sot që ka ndodhur me prokurorët. Është një motiv se qytetarët e Kosovës duhet dalin të protestojnë me 17 shkurt. Kjo është një thirrje që do ta bëj. Ne nuk jemi këshill organizativ organizatave tona, po jemi në mbështetje të organizimit. Dhe nga dua ta shfrytëzoj gjitha këto media që keni ardhur sot falënderit, që t'ju bëj ftesë gjithë qytetarët e Kosovës, veteranëve, fëmijëve dëshmorë, invalidëve dhe qytetarët pa dallim etnie që dalin dhe të protestojnë, që është një motiv shtesë për arsye se sot që kanë dëgjuar këtu. Kërkohet 45 vite burg për një njeri që s'ka ligj, nuk besoj se ka ligj 45 vite. Kërkon 180 vite për krejt grupin, kjo është turpi më i madh. Kërkohet pse është shtesë kur ndëgjon fjalën e përfundimtare të prokurorës, fjalë banale të sajna që përmund gjitha banale ato fjalë, gjitha në shpifje. Unë i kam vizituar këta përpara. Këta kanë motivin e fortë në burg si qëndrojnë, e kanë atë shpresa shumë kurrë se është e fundit, po janë aq optimist më që do të dalin nga burg ato, nga i burg jetues në Hag. Po edhe bashkëftetarët, me kom bashkëpunoj, bisedoj, rri, si noda, si në për kafene, si në organizator, gjithë kanë mendimin njëtë, sysh mendojmë thuj ne edhe qytetarë që këta do dalin pafajshëm. Nëse ka dikun zot edhe një drejtësi, këta do dalin pafajshëm dhe do të triumfojnë, se me gënjeshtra nuk dënohet njeriu. Këtu janë gjitha gënjeshtra të fabrikuara. Faleminderit juve, respekt.